Po, zotë Asimi, është pak edhe qesharake, ndoshta vetvrasëse, nëse mund ta quaj kështu. Zoti Rama patjetër që donte një mandat katërt edhe një mazhorancë, por mos e teproi pak, i doli jashtë parashikimeve vetveta dhe kjo i është kthyer në një bumerang edhe politik, po edhe juridik. Kam përshtypjen që situata të tilla njerëzit nuk ngopen siç nuk ngopen me lek, nuk ngopen as me vota. Aq më tepër që ne kemi një farë traditë në Shqipëri. Edhe pse kjo e bën të gjithë pranuar faktin që është manipuluar, se me 72-73 do kishim pak vështirë të kishim argumenta. Po thjesht mbani mend atë skenën podcastin e Ramës ku i pyet kandidatët me sa përqind do votonin. Sa do marrësh ti? Edhe mua kujtonte ato lajmet e kohës komunizmit që i kam arritur në fakt. Kur thuaj që u morën 300 kuintal misër për hektar, kaq, sa më kishin 110% edhe këto angazhimet e kryetarëve të kooperativave që thonin do bëjmë këtë, do bëjmë këtë, stilit stakanovist. Dhe njerëzit angazhoheshin dhe kjo lloj fryme me sa duket në PS ekziston akoma. Kështu që po nuk besoj që do ka një moment ku do t'i vi turp dikujt aty brenda për votat që mund të marrë ose mund të grabis për të marrë tjetër gjë. Nuk besoj që ekziston ai lloj skrupulli moral, le të them. Megjithatë, problemi mbetet ke shoqëria pastaj, se ka një konsensus shoqëror që kjo gjëja është e tepërt në një pikë caktuar, se nuk besoj se shqiptarët janë ende dakord me faktin që ata mund të grabisin votat dhe të vazhdojnë të qeverisin në këtë formë. Cilat janë mekanizmat që ka si opozita si shqiptarët në këtë moment? Mekanizmi është i vetëm që ekziston në këtë moment, afat shkurtër, është puna që opozita bën në parlament. Aty ku propozon ligje, kur propozon amendamente në për ligje e tjera. Kjo është, ose komisione hetimore, pastaj që mund të kishte edhe në rastin e votave të diasporës, supozem. Kjo është ajo çfarë bëhet në afat shkurtër. Në afat gjatë, pastaj pjesa tjetër është në dorën e shoqërisë. Nëse ti si shoqëri konstaton që ekzistojnë probleme, jo vetëm këto, por edhe probleme të tjera shumë të mëdha se sa kaq, është në dorën tënde ti ndryshosh gjërat duke votuar. Kështu që këto të dy janë mekanizmat. Opozita detyrën që ka është të marrë pjesë në procesin ligjvënës dhe nga ana ju jeni për ato që duhet marrë pjesë opozita në procesin ligjvënës, jo të ketë reagim bojkotues. Çfarë do bënte tjetër, domethënë. Nëse nuk merr pjesë aty, ndihmon për ndonjë gjë, zgjidh ndonjë gjë. Do të paktën këtë lloj instrumenti mendoj që opozita duhet ta përdor maksimalisht. Nëse e bojkoton ti thjesht i lën hapur dyert tjetrit, por nuk zgjidh gjë. Ka një ndërgjegjësi mendoni në shoqërinë shqiptare në raport me qasjen që ka mazhoranca ndaj procesit votimit dhe votës? Ka një ndërgjegjësim në opinion publik për qasjen që ka mazhoranca ndaj votës dhe procesit votimit? Po, besoj se po. Thjesht ajo gjë që po ndodh është shqiptarët në një farë mënyrë janë mësuar me të keqen, e kanë pranuar dhe s'është një çudi e madhe se